Drejtori i përgjithshëm i doganave Besmir Beja ka monitoruar këtë të njëjtë pikat doganore të Qaftanës dhe Blllatës në Dibër për të parë nga afër trafikun e automjeteve pas mbylljes së rrugës Librasht Porrenjas. Gjatë ndalesës së tij në pikën kufitare të Bllatës që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, Beja tha se aktualisht qarkullimi i automjeteve po vijon normalisht nëpërmjet kësaj pike doganore. Automjetet futen nëpërmjet doganës së Qaftanës dhe më pas vinë nëpërmjet Maqedonisë së Veriut në doganën e Bllatës në Dibër për të kaluar nëpërmjet rrugës së Arbrit drejt Tiranës apo destinacioneve të tjera. Nga Bllata, drejtori i përgjithshëm i doganave Besmir Beja lajmëroi edhe një investim prej 1.7 milion euro në këtë pikë doganore, e cila për shkak të rrugës së Arbrit ka njohur rritje të fluksit të lëvizjes. Ky investim sipas tij do të konsistojë në rritjen e kapaciteteve njerëzore, shtimin e zyrave dhe asfaltimin e rrugës mes dy pikave doganore. Masat që kemi marrë ditën e djeshme po tregojnë që janë masa efektive, kanë qarkullim të mirë të trafikut, të kamionëve edhe të autoveturave. Sigurisht që gjendja është shkaktuar nga fatkeqësia natyrore për të mundur devijimin e trafikut nga Qaftana drejt Qafblllatës. Kemi marrë masat e nevojshme. Ka sigurisht që Qafbllata është parashikuar për të rregulluar dhe investuar. Gjatë vitit 2026 është parashikuar për të shtuar si pikë kufitare. Të duhet bëjnë investime të reja në hapin e kursive të reja, po ashtu në bashkë me projektin Bankës Botërore ne kemi parashikuar rritjen e kapacitetit të kësaj pike kufitare. Do jetë një investim për 1.7 milion euro për këtë pikë kufitare, falë mbështetjes të Bankës Botërore, dhe besojmë që me rritjen e kapaciteteve do jetë në gjendje për të përballuar akoma më mirë fluksin e lëvizjes në këtë pikë kufitare. S'ka si kamion tashmë në Qaftanë, të gjithë kamionet e Qaftanës janë ridrejtuar drejt Qafbullatës dhe jam i lumtur t'ju njoftoj që edhe kanë kaluar Qafbullatën, pra kanë shkuar në destinacionet e tyre. Situata është normalizuar, është situatë siç e shikoni edhe vetë shumë e rregullt, po lëvizin normalisht të gjitha automjetet në këtë pikë kufitare. Pra nuk ka asnjë shqetësim tjetër. Pra është parashikuar, siç e thash, me fondet e 2026 është të bëhet investimi i ri, kursitë e reja, si dhe ndërlidhja ndërmjet dy pikave kufitare. Këto do kryen gjatë 2026, por thash në vijim me projektin e Bankës Botërore, në 2027 në shumë gjasa, do investohet në tërësi kjo pikë kufitare një vlerë për 1.7 milion euro. Rruga e Arbrit ka ndikuar në lëvizjen, në shtimin e lëvizjes ndërmjet dy vendeve. Siç e thash, është parashikuar krye investimit në këtë vit, pra përmirësime të kësaj pike doganore, por do zmadhohet në tërësi gjatë vitit 2027, besoj do fillojë zbatimi i projektit, ku do riinvestohet gjithë kjo pikë doganore në vlerën e 1.7 milion euro. Do shndërrohet në një pikë doganore moderne evropiane, që do jetë në gjendje për të përgjigjur trafikut shtuar që ka ardhur edhe si pasojë investimeve që qeveria ka bërë, veçanërisht rruga e Arbrit. Ndërkohë, drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd konfirmojnë se udhëtimi i tyre ka vijur normalisht e pa pengesa nëpërmjet pikës doganore të Bllatës në Dibër. Ne vim nga Bullgaria, jemi rikthik në doganën Bllat Maqella. Që 4 ditë jam qafa. Balesa jo, do mos kemi pasur rajon. Këtë në rregull. Për shkak të shembjes së rrugës Librasht Porrenjas, autoritetet shqiptare kanë ndryshuar itinerarin e qarkullimit të automjeteve kryesisht të tonazhit të rënd nëpërmjet pikës doganore në Bllatë të Dibrës për të hyrë në vendin tonë.